Nisi sot aksioni i Policisë Bashkiake Durrës për largimin e automjeteve të braktisura, ashtu siç ishte njoftuar ditë më parë nga drejtuesi i kësaj policie Realdo Vrioni. Para ditën e kësaj të premteje, nisi spostimi i 4 mjeteve të para, për të cilat është plotësuar afati 10 ditor, pas të cilit, nëse drejtuesit e mjeteve nuk do t'i largonin vetë nga rruga, do të ndërhynin me karotrec efektivët e Policisë Bashkiake. Aksioni do të shtrihet në disa ditë, derisa të largohen nga rruga të gjitha mjetet e braktisura, të cilat zënë vende parkimi publik. Vrioni bën të ditur se që nga momenti i njoftimit të këtij aksioni, 4 mjete janë larguar vetë nga drejtuesit e tyre. Mjetet janë diku te 30 të konstatuara gjatë këtyre ditëve. Janë hequr vetë diku te 4-5 raste, të tjera do ndiqen procedurat në ditët vazhdim, mbas njoftimeve dhe procedurat. Është harku kohor i 10 ditëve. Çdo ditë do ketë heqje sipas njoftimeve që janë bërë. Por ky nuk është aksioni i vetëm i Policisë Bashkiake, pasi në ditët në vazhdim pritet një ndërhyrje për sa i përket automjeteve me tabelën shitet. Kjo nuk do përfundoj këtu, do vazhdoj me mjetet e abandonuara, do vazhdoj me mjetet tabela shiten, sepse edhe për këto mjetet do vazhdoj ky aksion, me largimin me karotrec dhe ndëshkimin me masa me gjop.